إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فندرم الله عز وجل أتى لفدرم ati I jemi me njohës, të ka I kërkojmë ndihmë dhe mbështetje për çdo të mirë që synojmë dynja dhe në ahiret, për veten tonë dhe për gjithë ata që I duam dhe na duan. Të ka I kërkojmë strehim dhe mbrojtje, të na ruaj nga çdo e keqe dhe devijim, nga çdo forcë dhe rrugë e cila na largon prej Tij. Pa dyshim që kërkimi I mbrojtjes tek Allahu subhanahu wa taala që të ruaj nga sherri I çdo lloji qoftë është nga çështjet më të rëndësishme që duhet ta njohë besimtari dhe besimtarja. Sepse pa u ruajtur nga sherri dhe devijuesit, vështirë e ka të vazhdoj rrugën. Madje ndoshta Zoti na ruajt mund edhe të largohet nga kjo rrugë që e ka uzuar Zoti subhanahu wa taala. Prandaj njohja e istiadhes, kërkimit të mbrojtjes, është shumë e rëndësishme me gjithë themelet e saj. Ne kemi përmendur që istiadhja, kërkimi I mbrojtjes, ndërtohet mbi shtylla dhe themelet të rëndësishme. Ne kemi përmendur për tyre së pari formulimet e istiadhes, mënyra se si t'i kërkojmë mbrojtje dhe strehim Zotit xhaleshanu, mënyra që sjella nga Profeti sallallahu alaihi wasallam, madje të përmendur edhe nga Zoti xhaleshanu vetë në Kur'an. Gjithashtu kemi përmendur dhe kujt I kërkohet mbrojtja. Pra, tek cili është ai që ne I kërkojmë mbrojtje dhe strehim. Dhe tham që është I vetmi Allahu azza wa jall me emra dhe cilësitë e Tij. Sot do të flasim ose do të nisim të flasim sepse do të jenë disa hutbe për vetë rëndësinë e çështjes. Prej sherrit të kujt kërkojmë të ruhemi? Cili është ai armik të cilin duhet ta njohim mirë dhe të jemi të qartë për të gjitha metodat e tij, në mënyrë që të jemi të kujdesshëm dhe të ruhemi. Sepse nuk mund të njohësh, nuk mund të ruhesh prej armikut vetëse pasi ta njohësh mirë atë. Të njohësh natyrën e tij. Të njohësh armiqsinë e madhe që e ka mbushur shpirtin e tij kundër teje. Të dish edhe rrugët që ai përdor, në mënyrë që të jesh I kujdesshëm dhe të ruhesh. Kjo është pjesë e domosdoshme e përgatitjes së vëllezërit e mi. Pra do të flasim sot për shejtanin e mallkuar, I cili është burimi kryesor I ligësisë kundër njerëzit. Madje ai është në krye të ushtrisë të atyre që duan të largojnë nga rruga e Zotit subhanahu wa taala. Ata të cilët kërkojnë që edhe ti të jesh prej banorëve të zjarrit të xhehenemit përjetësisht. Pra, ai prej sherrit dhe ligësisë të cilit ne I kërkojmë Allahut të madhëruar që të na ruaj, është shejtani I mallkuar. Shejtani I mallkuar përfaqëson burimin kryesor të gjitha të këqijave dhe ligësive, të cilat dëmtojnë njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër. Ai është armiku I përbetuar I njerëzimit dhe përpiqet me çdo mjet dhe rrugë të largojë njeriu nga udha që ka dashur Zoti subhanahu wa taala, udha e drejtë. Dhe lidhja me Allahun subhanahu wa taala. Pra synimi I tij është që ta këput ose zbeh lidhjen e robit me Allahun subhanahu wa taala. Pikërisht për këtë arsye I kërkojmë Allahut të lartësuar që të na ruaj nga sherri dhe kurthet e tij kur themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kërkojmë mbrojtje Zotit, na ruaj nga sherri I shejtanit mallkuar. Megjithatë shejtani nuk është burimi I vetëm I sherrit, por mund të themi se është kryesori dhe në krye të kësaj ushtrie. Nga ai burojnë dhe rrjedhin shumë të këqija të tjera që ndikojnë negativisht tek mendja, zemra dhe veprimet e njeriut, sepse metodat e tij janë të ndryshme. Dikujt I vjen në një formë, dikujt në një formë tjetër, siç do të vinë vijim inshallah. Këto të këqija mund të shfaqen në forma të ndryshme, tundime, devijime në mendime, përçarje mes njerëzve, ngatarresa në marrëdhënie shoqërore dhe shpirtërore. Pra, të gjitha janë pjesë e planit të tij, të këtij të mallkuari.
për të cilat Allahu subhanahu wa taala në shumë ajete tregon, edhe profeti sallallahu alaihi wasallam kanë sjellë në shumë hadithe për të qenë të vetëdijshëm në lidhje me këtë armik që është i padukshëm, të cilin nuk i shikojmë dot me sy apo ta vërejmë me shqisa. Nuk mundemi. Thjesht përmes shenjave që na ka dhënë Zoti subhanahu wa taala. Është e nevojshme të sqarojmë disa terma fillimisht që të jemi të qartë kur flasim. Shpesh dëgjojmë gjindet ose fjalën iblisi. Duhet të jemi të qartë ndryshimi mes këtyre fjalëve dhe çfarë përfaqësojnë ato. Gjindet, shejtan, iblis. Këto janë terma që duhet i njohë muslimani dhe të di se për çfarë bëhet fjalë. Së pari, gjindet. Çfarë janë gjindet? Janë krijesa të Allahut subhanahu wa taala. Vetë Zoti na ka treguar në Kur'an që i ka krijuar gjindet prej zjarri. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dhe krijoi gjindet pra nga flaka, gjuhët e flakës së zjarrit. Pra gjindet janë krijesa të Allahut të lartësuar, të cilat nuk shihen nga njeriu në formën origjinale, me të cilin ka krijuar Zoti. Pra njeriu e ka bërë Zoti subhanahu wa taala, i ka vënë perde dhe aftësia e shikimit njeriut nuk arrin deri atje sa të shikojë këto krijesa në formën e tyre origjinale. Kjo është diçka e vulosur, askush të mos pretendojë të kundërtën. Madje Imam Shafiu çfarë ka thënë? Ka thënë kushdo që pretendon se i sheh gjindet në formën e tyre origjinale që ka krijuar Zoti, mos ja pranoni dëshminë. Do thotë se ai është gënjeshtar, është trillues sepse është e pamundur diçka e tillë. E ka bërë Zoti që të mos shihen me ajet Kurani. Innehu yarawnakum min haythu la tarawnahum. Ata ju shohin ju, thot Allahu në Kur'an, ndërkohë që ju nuk i shihni ata. Pra, në formën origjinale siç i ka krijuar Zoti nuk mund të ta shohësh këtë krijesë. Por ai ka disa aftësi dhe mundësi që ja ka dhënë Zoti subhanahu wa taala. Ai mund të transformohet dhe të marrë forma të ndryshme. Formë kafshësh, qenë, gjarpër, çfarë do qoftë, madje edhe njeri, në formë njeriu, mund të shfaqet dhe kryen ato që ka për të kryer. Ndërsa fjala iblisi është udhëheqësi i gjithë shejtanëve. Pra ai është kreu i çdo sherri. Iblisi i mallkuar është kreu i gjithë shejtanëve. Është prej gjinëve, padyshim, pra iblisi i mallkuar, ai të cilin Zoti subhanahu wa taala e dëboi nga mëshira e tij, është prej gjindeve, nuk është prej melekëve. Pra kemi disa krijesa, njerëz që Zoti krijoi nga dheu, melek që Zoti krijoi nga drita, nuri, dhe gjinde të cilët Zoti krijoi nga zjarri. Iblisi i mallkuar është prej gjinëve, me argument fjalën e Allahut subhanahu wa taala në Kur'an, kur thot në surën Kahf, kur u tha melekëve bëni sejdë për Ademin, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama, fasajadu illa iblis. Ata ranë në sejdë të gjithë, përveç iblisit. Kana min al jinni, ishte prej gjindeve. Pra ishte prej gjinëve, fa fasaqa an amri rabbi, dhe nuk e respektoi urdhrin e Zotit të tij. Pra iblisi i mallkuar është prej gjindeve. Është njeri, madje është i pari dhe udhëheqësi i tyre. Më pas Allahu i lartësuar i qorton besimtarët në ajetin vijues në surën Kahf dhe thot: "Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni?" A do t'i merrni ata dhe pasardhësit e tij, pra të iblisit, gjithë ushtrinë e tij do t'i merrni si miq përveç meje, thot Zoti subhanahu wa taala. Pra kujdes, ata janë miq. Sa këmbimi shëmtuar është ky, thot Allahu xhaleshano. Kështu gjinët dhe iblisi janë krijesa të padukshme për syrin e njeriu dhe gjendjen e tyre të natyrshme. Dhe çdo pretendim për të kundërtën nuk ka bazë fetare. Ndërsa roli i iblisit si armik i hapur i njeriu është konfirmuar në Kur'an dhe në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithmonë do të jemi të kujdesshëm në lidhje me këtë krijesë dhe me këtë armik, me cilin përballemi me vëllezërit e mi. Iblisi i mallkuar. Çfarë do thot iblis? Përse u quajt me këtë emërtim? Se nuk ishte ky emri i tij. Ky është titull ose është përshkrim. Iblisi. Çfarë do thot iblis? Fjala iblis rrjedh nga fjala arabe el-iblas, që do të thot i pa shpresë. Ai u quajt kështu sepse Allahu i lartësuar ja preu atij shpresën për shpëtim, e mallkoi, e largoi nga mëshira. Ai që është i mallkuar, Zoti na ruaj. Ai nuk ka më shpresë në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Iblisi është unik në këtë fatkeqësi, pasi Allahu ja ka mbyllur derën e pendimit
Askujt nuk ja ka mbyllur derën e vendimit përveç se atij. Të gjithë njerëzit sa përgjigjen qofshin. Nëse duan të pendohen dhe të kthehen tek Allahu subhanahu wa taala, është e mundur për ta që të kthehen, ndërsa iblisi i mallkuar e kërkoi vetë këtë afatizim dhe Zoti afatizoi deri në ditën e fundit të kësaj dynjaje. Pra do jetojë që nga fillimi i dynjas deri në fundin e dynjas. Është i afatizuar. Jetojnë me mira vjet. Dhe ai e ka ngritur perandorinë e tij tashmë dhe e ka filluar punën fort për të futur njerëzit në zjarrin e xhehenemit, për t'i larguar nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Pra iblisi është i vetmi i dëbuar tashmë dhe nuk ka, prandaj u quhet iblis, i pa shpresë, ai që ka shkëputur shpresën. Megjithatë vëllezërit e mi, edhe pse njerëzit dhe xhinët e kanë mundësinë e pendimit, duhet të theksoj diçka këtu, që të mos mendoj njeriu se kam kohë dhe mundësi të kthehem gjithmonë. Vallai, zhytja vazhdimisht në gjunafe ta errëson shpirtin dhe zemrën. Dhe ta bën të pamundur pastaj që të kthehesh. Dhe ndoshta dal nga dal mund të shkosh dhe të bëhesh me cilësinë e iblisit. Pra që të privohesh nga pendimi dhe nga mundësia për të kthyer. Jo se ta ka ndaluar Zoti, po ti e ke të pamundur tashmë nga gjunafet e tepërta që ke bërë. Prandaj si thot Allahu xhaleshanu në Kur'an, "Wa dhakkir bihi", pra përkujto me këtë Kur'an dhe të riqu vërejtje njerëzve. "An tubsala nafsun bima kasabat", që njeriu të mos mbetet peng i gjunafeve dhe padrejtësive të veta. Pra të vini një moment që të mbetet i pa shpresë, të mos ketë më shpresë. Pra shkëputja lidhjes me Allahun subhanahu wa taala, ndjekja e hapave të shejtanit. Sot një, nesër dy, dal nga dalë të çon drejt asaj rruge. Zoti na ruaj. Ky është një realitet që vërehet të shumë njerëz, të cilët duke ndjekur shejtanin dhe efshet e tyre largohen shumë nga Allahu subhanahu wa taala. Saqë kthehen në skllëvër të gjunafeve të tyre. Tashmë janë verbuar. Prandaj është e rëndësishme që robi të mos vënohet në pendim dhe të nxitojë të kthehet tek Allahu subhanahu wa taala, për të mos u zhytur deri në atë masë sa të kthehet në një i pashpresë, që mos ketë forcë të kthehet tek Zoti xhaleshanu. Ndërsa fjala shejtan do të thotë i larguar, i dëbuar nga mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Sot, edhe pse njerëzit e kuptojnë që fjala shejtan tregon për një të larguar, të dëbuar, larg mëshirës së Zotit, është e çuditshme me shumë njerëz o vëllezërit e mi. Shumë njerëz me gojë thonë "A'udhu billahi minash shaitanir rajim", o Zot më ruaj nga sherri i shejtanit të mallkuar. Dhe megjithatë, vazhdojnë të shoqërohen me njerëz që janë mishërimi i shejtanit në sjellje dhe që ndjekin rrugën e tij. Disa muslimanë rrin vazhdimisht mes pabesimtarëve, gjunafqarëve, të zhytur në gjunafe edhe ata, në përvende dhe ambiente të cilat janë të mbushura me sherr nga shejtani i mallkuar, dhe nganjëherë anë thonë "O Zot na ruaj nga shejtani", dhe nga ana tjetër je i zhytur dhe shoqërohesh gjithkohës mëngjes e mbrëmje me ta. Kjo është vërtet e çuditshme vëllezërit e mi. Kjo tregon se këta njerëz nuk e kanë kuptuar realisht se ku e kanë futur kokën. Dhe me kë janë bërë mik. Prandaj duhet njeriu të jetë i kujdesshëm dhe të jetë i vëmendshëm në këtë drejtim. O vëllezërit e mi, larg besimit, afër shfrenimit, je i shkatruar. Kur kërkojmë mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala, do të kuptojmë thellësisht thënien ose domethënien e saj. Jo thjesht ta themi me gojë "A'udhu billahi minash shaitanir rajim", o Zot na ruaj nga shejtani i mallkuar. Dhe jo ta bëjmë atë një frazë të pakuptimt. Dhe pastaj të mos u çudit me sherrin që të vjen nga pas. Dhe ankohesh, më kanë bërë magji, më kanë marrë mësysh, nuk më ecën puna dhe tregtia, isha mirë dhe me njëherë mi ku shëndeti, isha mirë dhe me njëherë mu largua begatia dhe bereqeti, ndërkohë që ti vetë nuk i ke marrë masa të ruhesh nga shejtani i mallkuar dhe nga mënyra dhe kurthet e tij. Shejtani është i mallkuar dhe kushdo që ndjek atë bëhet si ai. I dëbuar nga mëshira e Allahut, Salman el-Farisi ka thënë një fjalë, thot shejtani ka një flamur që e vendos në përtregje, thot. Mos u bëni ju të parët që hynin në to dhe të fundit që dilnin nga to, nga tregjet. Se ka thënë tregjet? Pra tregjet janë vende ku njerëzit më së shumti shkojnë, se janë interesi i dynjas, njerëzit janë të prirur drejt kësaj. Por mos e lidh shumë zemrën me dynjan, me fitimin. Jo i pari që të shkosh dhe ta kesh merakun atje dhe i fundit që del prej saj. Gjithashtu tregjet janë vende për zgjerrjeje, vende mashtrimi, gënjeshtrash, vende ku njeriu kërkon të fitojë se s'bën me çdo kusht.
Pra, ka dhe një shembull Selman al-Farisi, pra kjo është fjalë e Selman al-Farisi, radhiyallahu anhu. Pra, mos u bëj pjesë, themi, ky është paralajmërim që mos e ndjek mashtrimet e dynjës dhe solitë e saj. Bëu njëri mesatar, i thjesht, mjaftohu me pjesën, themi, mesatare të jetës, s'ka pse të kërkosh saltanetet e tilla me çdo lloj kushti. Me gjunafe, me halal dhe me haram. Allahu musta'an. Strategjia e iblisit. Iblisi nuk lufton njeriu në mënyrë të drejtë për drejtë, por me strategji të mirë përmendura, të mirë menduara, dhe një kujdes shumë të madh. Në një hadith transmetuar nga Abu Huraira, profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: me të vërtet iblisi i ulet birit të Ademit në të gjitha rrugët që ai merr. Subhanallahu, mos mendoj që iblisi ka lënë, se ka ushtrinë e tij për xhinëve dhe për njerëzve. Sa herë që kërkon dhe nis një rrugë të hajrit, ai të ulet në mes të asaj rruge. Pra në këtë hadith dëgjoni me vëmendje hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Me të vërtet iblisi i ulet birit të Ademit në të gjitha rrugët që ai zgjedh dhe merr. I ulet në rrugën e Islamit dhe i thotë: do ta praktikësh fenë të parëve të tu, do ta praktikësh fenë dhe zakonet e të parëve të tu dhe të pranosh Islamin. Nëse robi nuk e dëgjon, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe e pranon Islamin me logjikë të thjeshtë, të pastër, sepse Islami urdhon vetëm për të mirë, iblisi i mallkuar i ulet në rrugën e hijretit, sepse Islami do thotë edhe hijret. Çdo më thënë hijret, pra të mërgoj njeriu. Jo të mërgoj me patjetër nga vendi, se ky është mërgimi nga një vend mohimi të vesh në një vend islam. Dhe të lesh pasuritë tua, të lesh gjithçka vetëm për hir të Allahut, që të shpëtosh me fen tënde. Ky është emigrim që ka raste kur bëhet i detyrueshëm, ka dhe raste kur është i pëlqyeshëm, por nuk është detyrë. Por qëllimi është për emigrimin nga gjunafet. Pra Islami vjen dhe përcakton disa rregulla. Ti e pranove Islamin tashmë. Fillove të hysh në rrugën e Islamit dhe të besimit. Ai kërkon disa hijrete nga gjunafet. Pra do t'i lësh, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Nëse robi pra niset për të bërë hijret, do ta lësh vendin dhe pasurinë tënde për të shpërngulur në një vend tjetër, do t'i lësh zakonet e tua, kënaqësitë e tua, ato lloj dëfrime që kishen të shkuarën, po do t'i lë. Nëse bien ndesh me Islamin, janë haram, i le të gjitha. Se kjo është pjesa e besimit. Sakrifikon njeriu për diçka shumë të rëndësishme, që është përjetësia në xhenetet e Allahut xheleshano. Pra do t'i lësh të gjitha këto, thot iblisi i mallkuar. Nëse robi thot, nuk e dëgjon dhe niset në hijret, me guxim, vazhdon rrugën. Zoti e do këtë, do ta bëj. Zoti e urren dhe nuk e do ta lë. E bëri hijretin drejt Zotit subhanahu wa taala. Atëherë iblisi vazhdon, do të vazhdojë në grad më të lartë, sepse njeriu që punon me veten e tij dhe e bindit në nështrohen në Islam, do fillojë që të luftojë për hir të Zotit. Çdo thotë luftojë, jo me pushme domosdo, edhe me pushë kur është nevoja. Por do luftojë që të ngrihet fjala e Allahut subhanahu wa taala. Pra të bëj davet, të ngrihet lart, për hapet feja e Zotit dhe njerëzit të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala në një të vetëm. Atëherë iblisi thot, pasi e kalon këtë sprov, thot a do të luftosh, të vritesh dhe të shpërndahen pasuritë tua dhe të martohet gruaja jote dhe ta lësh pas gjithçka që ke ndërtuar në jetë, pra e frikson me ato që ka arritur në jetë, sepse ai që bën davet o vëllezërit e mi, ai që fton njerëzit në rrugën e Allahut, që lufton që fjala e Allahut jetë e larta, ai do të goditet. Ai do sulmohet, kjo është e sigurt, është rregull. Pra ai i mallkuar, iblisi i mallkuar ndjek çdo rrugë me njeriu, që nga fillimet e hyrjes së tij deri në fund, nuk e lë asnjë çast që të ri rahat, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra nëse robi nuk e dëgjon dhe lufton në rrugën e Allahut, çfarë thot profeti sallallahu alaihi wasallam? Allahu ja bën detyrë vetes së tij që këtë rob ta futë në xhenet. A kuptoni vëllezër e mi, hyrja në xhenet që nga fryti çfarë? E një lufte që po bëjmë me të mallkuarin, edhe pse ndoshta jo të dukshme, por këta personazhe janë të fshehtë, punojnë në zemrën tonë, punojnë në mendjen tonë, flasin gjithmonë të largojnë. Ti je ai që duron dhe shikon veten ku je. Në çfarë kursie je tashmë? Jemi ende në fillim të pranimin e Islamit, apo jemi në hijret, pra duke larguar, duke zbatuar Islamin në jetën tonë, apo jemi duke bërë davet dhe ftuar njerëzit lartësohet feja e Allahut subhanahu wa taala. Pra alhamdulillah, kjo është mënyra ose strategjia e iblisit, asnjë nuk të lë rahat. Një luftë e pandërprer. Iblisi ka vendosur veten si pengues në rrugën e drejtë, duke bërë qëllimin e tij që të devijojë njerëzit ose të dobësojë në lidhjen me Zotin subhanahu wa taala.
Prandaj kur ne i lutemi Allahut të paktën 17 herë në ditë, themi ihdinas siratan mustaqim, na udhëzo në rrugën e drejtë. Duhet jemi të vetëdijshëm për luftën e pandërprerë që iblisi bën për të na larguar nga rruga e drejtë. Jo më kot Zoti thot kërkoj ndihmë Allahut, na udhëzo Zot në rrugën e drejtë. Pse? Se shtysat për të na larguar, tërheqjet nga jashtë janë të shumta. Prandaj është kaq e nevojshme kjo lutje e shpeshtë dhe 5 vakte të namazit. Përse i ka bërë detyrë Allahu 5 vakte namazi? Për çfarë ja ka bërë detyrë njeriu, burr apo grua qoftë, që të fal 5 herë në ditë, 5 vaktet. Dhe çdo vakt i bie 17 herë lexoj Fatihan. Sepse pa e marrë këtë mbrojtje, ti se s'bën do të tërheq iblisi mallkuar. Në momentin që ke lënë namazin, atëherë dije se ke hyrë në lakun e atit mallkuari. Flije mendjen, edhe pse mund të mos e ndjesh, mos të duket, vallahi e ke futur kokën aty ku s'duhet. Prandaj duhet njeriu ta kuptojë këtë kur thot na udhëzon në rrugën e drejtë, sepse është shumë e rëndësishme që ndrosh nën mbrojtjen e Zotit subhanuhu teala. Strategjitë e iblisit mallkuar në armiqësi ndaj njerëzve përshkruan në mënyrë të hollësishme në Kur'an edhe në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Iblisi ndan njerëzit në grupe dhe përdor metoda të ndryshme për secilin prej tyre. Pra, secili prej tyre ka trajtim të veçantë. Nuk trajtohet një lloj ai që sapo ka hyrë tashmë në Islam, me të iblisi mallkuar ose njëri që është akoma i pa forcuar në besim. Me këta mjafton disa hapa të thjeshta të iblisit mallkuar që ata të bien gjunafe dhe dal nga dal largohen nga rruga, por me disa të tjerë kërkohet më shumë punë. Ja disa kategori që na ka sqaruar Zoti subhanuhu teala. Në Kur'an të kuptojmë luftën e atij të mallkuari. Elus Allahu subhanuhu teala të na ruaj prej tij. Së pari o vëllezërit e mi, është zbukurimi të keqes. Të zinu sharr, zbukurimi të keqes. Thot Allahu i lartësuar në surën Al-Hijr, qale rabbi fabima aghwaytani, o Zot për shkak se ti më humbe mua, më largove nga mëshira jote. Unë la uzayyinanna lahum fil ardi, unë do t'u zbukuroj atyre ligësinë në tokë. Do t'u zbukuroj ligësinë në tokë. Dhe do t'i largoj të gjithë nga rruga e drejtë. Do t'i largoj të gjithë nga rruga jote e drejtë. Përveç atyre njerëzve që janë të sinqertë me ty. Pra të gjithë do t'i largoj, është betimi i të mallkuarit, do t'i largoj të gjithë njerëzit. Është synim të largoj, si të largoj, do t'u zbukuroj të keqen në tokë. Do t'u zbukuroj të keqen. Fut brenda kësaj vëllezërit e mi çfarë të duash. Zbukurimi të keqes nga iblisi mallkuar. Është zbukurimi i haramit, lënia e fesë dhe besimit, adhurimi të Zotit, kthimi i fesë në diçka që është për t'u tallur, për t'u përçmuar. Dhe shiko sot vëllezërit e mi, çfarë zbukurohet në sytë e njerëzve. Çdo gjë që më përpara njerëzit kishin turp as ta mendonin, sot po zbukurohet, madje po detyrohesh që ta pranosh dhe ta ligjërosh. Ndërkohë që më përpara as mund të shkonte ndërmend që ta mendoje. A nuk është kjo zbukurimi i të keqes? Nëse është, domethënë ajo që dëmton jetën e njerëzit. Pra ja merr jetën e njerëzit, ja merr jetën padrejtisht. Po zbukurohet sot si trimëri, po zbukurohet si aftësi e njerëzit. Nëse flasim për ato gjëra që dëmtojnë nderin e njerëzit dhe ndershmërinë e tij, shiko se si e zbukurojnë zinan, immoralitetin. Është bërë tashmë martesa gjëra më urryer tek njerëzit. Nuk i shkon mendja njëri të martohet, sepse pse të martohet ndërkohë që ai mund të plotësojë dëshirat si kafsh, me çdo lloj mënyre dhe rruge, dhe e zbukurojnë këtë përmes filmave dhe çdo lloj mënyre qoftë. E ka zbukuruar sot, saqë njerëzit sot tallen me martesën. Tallen me ata që akoma kanë mendjen që të krijojnë familje të rregullt dhe të kenë një jetë normale. Nëse flasim për rëndësinë e mendjes, logjikës, zbukurojnë të gjitha ato që shkatrojnë mendjen. Qoftë pjedese, qoftë drograt apo të gjitha llojet, dhe sot është tregtia më fitimprurse. Qoftë ajo që shkatron nderin, po të shikosh domethënë sa të shumta janë faqet e pështira, të cilat prishin nderin dhe dinjitetin e njerëzit. Po të shikosh dhe drogan, kjo është tregtia më fitimprurse sot. A është zbukuruar e keqja sot? Dhe thjesht vetëm për dëmtuar çfarë? Jetën e njerëzit, nderin e tij, mendjen e njerëzit, pra të bëhet i paaft. Po të shikosh në lidhje me pasurinë, e ka zbukuruar sherrin dhe të keqen.
Pasurinë ka kthyer të gjithë monopol të një grushti njerëzish dhe të gjithë janë të varur prej tyre, përmes bankave dhe sistemit të poshtër të fajdeve që kanë ngritur, dhe të gjithë janë të detyruar që të punojnë përmes sistemit të tyre. A është i zbukurim sot? Është i ligjëruar tashmë. S'ka asnjë lloj mundësie të dalësh prej tij. La uzayyinanna lahum fil ard. Pra kjo është, do t'u zbukuroj atyre ligësinë në tokë. Mos kujtoni se gjëra ndodhin vetvetiu ose natyrshëm vetëm nga njerëzit, jo vallaj. Është një sistem i ngritur me shumë kujdes nga i mallkuari, sepse njerëzit janë larguar nga feja e Allahut subhanahu wa taala. Për shumë njerëz shejtani përdor strategji zbukurimin e të keqes. Ai u bën tërheqse epshet dhe gjunafet, duke i mashtruar përmes dëshirave të tyre. Këta njerëz bien prej haramit sapo u shfaqet përpara. Për ta nuk nevojitet shumë përpjekje nga ana e iblisit. Mjafton që me ushtrinë e tij t'u paraqes gjunahun si diçka tërheqse dhe ndjekin atë. Dhe shikon muslimanët e shkret dhe muslimanet, të cilat mjafton një reklam ose një lloj mënyre jetese, një lloj stili që ata të bëjnë pjesë e saj. Dhe mendojnë se kjo do të jetë ju mundson statusin e tyre në shoqëri dhe ngre lart, si personalitete të ndjekur. Allahu mustan. Me këta thjesht u ka zbukuruar të keqen e iblisit dhe ka rënë pre. Kjo tregon për dobësinë e imanit të tyre. Së dyti vëllezërit e mi. Vezveset, ngacmimet e mendjes dhe shpirtit. Për disa të tjerë zbukurimi i të keqes nuk është i mjaftueshëm. Pra nuk mjafton thjesht vetëm t'u zbukurosh të keqen ligësinë që ata të bien në të dhe të joshësh përmes kësaj. Kërkohet një luftë më e fortë edhe më e madhe me ta. Shejtani përpiqet më shumë duke përdorur vezveset, ngacmimet mendore që shqetësojnë shpirtin dhe arsyen e njeriu. Dëgjoni një hadith nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë ai, nuk ka për të ardhur kiameti, thot. Derisa shejtani t'i vinë ndonjërit prej jush dhe t'i thot, kush e krijoi këtë? Robi i thot Allahu. Po këtë, robi i thot Allahu. Derisa në fund shejtani mallkuar thot, po Allahun kush e krijoi? Për ta futur në një rreth vicioz që s'ka fund dhe një lloj paradoksi në të menduar, që njeriu të turbullohet dhe të mendojë se ka vërtet feja, s'ka Zot, nuk ka Zot që ka krijuar. Po Allahun kush e krijoi? Atëre. Profeti vazhdon dhe thot, sallallahu alaihi wasallam, nëse dikush gjen këtë vezves në veten e tij, le të kërkoj strehim tek Allahu dhe të thot, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kërkoj mbrojtje tek Allahu nga sherri i shejtanit të mallkuar. Dhe le të përshtyj pak duke fryrë nga krahu i majt, siç e bëjmë kur kemi vezvese, 3 herë dhe lexoj surën Ikhlas, pra kul huwallahu ahad. Kjo tregon vëllezërit e mi që shejtani punon edhe përmes vezveseve, dhe në fakt ky është një specialitet i tij. Dhe i di ku janë skutat e shpirtrave njerëzor. Dhe përmes vezveseve ai i rëndon. A është i vërtet Islami? A është vërtet ka një Zot vërtet? Po mirë, nëse ka Zot, cila është feja e vërtet? Sot ka me qindra për mësën me mira, mendime në përbot që vërtiten. A është Kurani i vërtet? A është Muhamedi vërtet profeti i Allahut? Dhe këtu pasaj mos fol se fillon e flet për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, duke shpifur, trilluar. A është Islami feja e vërtet? Jo, sepse kjo e fillon e flet kundër Islamit, antireklam, madje luftë kundër Islamit. Po shikosh sot, domethënë nuk gjen kanal që të mos flas kundër Islamit. Edhe pse në fundi çfarë ka bërë Islami atyre? Mos Islami është ai që po bën krime sot? Apo Islamin po e luftojnë, edhe po e shfarosin? E megjithatë e shikon, lufton në këtë formë. Pra është Islami i vërtet? Pastaj fillon dhe i fut vezvese, edhe nëse nuk e arrin në këtë forma, i fut vezvese të tjera. Edhe në namaz nuk të lë rahat. E fal namazin, fale 4 rekat apo 3 rekat. Edhe kur vetë të marrësh abdest të pastrohesh, a e pastrove mirë krahun apo jo? Po i lave mirë fytyrën apo jo? Po gojën dhe hundën e lave kur mora abdest apo jo? Vezvese. Thjesht vetëm për ta rënduar njeriu. Mos u çuditni se janë shumë të dhimbshme këto. Ka njerëz që nga vezveset e tilla nuk arrin dot të falin namaz. Se rin gjithkohës dhe mendon se ka larë mirë krahun. Kthehet në sëmundje. Do të thosh nga vjen kjo? Ja një mallkuar. Thjesht vetëm të dëmtoj për ta kuptuar që ai është prezent. Është prezent në këtë formë. Pra ai vjen nëpërmjet vezveseve vëllezërit e mi dhe kujdes. Megjithatë, çështja e vezveseve mos e mendojmë se kjo është e keqe në lidhje me besimtarin, është një tregues i mirë inshallah, sepse vezveset tregojnë që ka iman në zemrën e atij besimtari dhe besimtareje. Pra është një gradë e mirë imani që ai vjen i mallkuarit të ngacmojë. Pra prezenca e këtyre vezveseve nuk është tregues i keq
me domosdo. Ka një tregues të mirë në të, elusallahu subhanahu wa taala, na ruaj nga vezveset e shejtanit dhe nga çdo rrugë e tij. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vezveset dhe imani. Vezveset janë të pranishme në jetën e çdo njeriu që kërkon të vërtetën dhe mund të shfaqen në çdo kohë. Dëgjoni një bisedë mes sahabëve dhe profetit sallallahu alaihi wasallam. Në një rast sahabët shkuan tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i thanë: O dërguari i Allahut, ne gjejmë në veten tonë mendime, për na vinë mendime dhe vezvese, që më mirë të binim nga qielli në tokë dhe të bëheshim copë e thërime të bëheshim, se sa të na shkonin ndërmend të tilla mendime. Pra mendime shumë të këqija në shpirt. Në një transmetim thuhet, do dëshironim të bëheshim shkrum e qymyr i zi, vetëm që të mos na vinin këto mendime në shpirt. Pra vezvese në zemrën e robit. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam u tha: A i gjeni vërtet këto mendime në zemrat tuaja dhe në shpirt? I thanë po, o i dërguar Allahut. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam tha: Dhalika sarihul iman. E kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Pra, profeti tha, ky është imani i qartë. Ky është imani i qartë në shpirt. Pra besimi i qartë që ke në zemrën tënde. Në një transmetim tjetër ai tha: Elhamdulillah, falënderimi takon Allahut, pra në rastin që po flasim, që çështjen e shejtanit të mallkuar e kufizoi që thjesht jetë vezvese në zemrat tuaja. Pra, nëse ka arritur në këtë nivel, që ai mallkuari vetëm vezvese gjen, sepse të nxit për të këqija s'të nxit dot. Të nxit do mund të pish alkool, të përdorësh drogën, të vrasësh dikë, të shkelësh nderin e dikujt, të hysh në ato zbukurimet e të keqes që tham pak më sipër, nuk e arriti dot. Atëre, elhamdulillah që Allahu e ka kufizuar tashmë vezvesen, domethënë atë ndikimin atit të mallkuari vetëm ku në vezvesen e zemrat tuaja. Por ky është një nivel i mirë tashmë, elhamdulillah, i imanit, tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Kjo na mëson se nëse gjem vezvese brenda vetes dhe i largojmë duke kërkuar strehin tek Allahu xhaleshan, pa themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim, duhet të falenderojmë Allahun për këtë mbrojtje që na ofron Zoti subhanahu wa taala. Vezveset nuk janë provë mungesës së imanit, përkundrazi ato janë shpesh treguesi i imanit të sinqert dhe luftës së njeriu për të qëndruar në rrugën e drejtë. Dhe njeriu lufton me veten e tij. Pra, e ndjen, me patjetër duhet fal namazin, me patjetër të agjërojmë, pse do të rrim tash i pangren, ç'është ky lloj besimi? Jo, ti je i qartë në atë që po bën vllai im. Ti ke zgjedhur Zotin krijuesin tënd. E ke zgjedhur që Muhamedi është profeti i Allahut subhanahu wa taala. Për shumë fakte dhe këtë ke mbyllur këtë kapitull tashmë. E di që Kurani është fjala e Allahut. Dhe çdo gjë që është në të është e vërtet. Edhe këtë ke mbyllur si kapitull. Atë ç'kuptim ka të vesh më në dyshim ato që ti tashmë i ke pranuar. Dhe ke mbyllur temën. Pra këto gjitha janë vezvese. Mos i lëkundur në atë që ke zgjedhur. Kërkoj Allahut të të fuqizojë dhe të forcojë. Lufta kundër vezveseve dhe zbukurimit të keqes nga shejtani kërkon përpjekje të vazhdueshme vëllezërit e mi. Lutjet sinqerta dhe lidhjet fort me Allahun subhanahu wa taala. Vezveset mbyllen duke kërkuar dije, se vezveset dhe dyshimet që sjell i mallkuari shpeshherë synojnë ato momente ose ato pika ku ti je i padijshëm. Merre argumentin, merre çfarë thot Zoti dhe profeti sallallahu alaihi wasallam dhe mbyllet një herë mira e portë. Pra vezveset si largohen? Duke marrë dituri. Duke marrë dije të pastër fetare me argument nga Zoti dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Një pyetje lind, thot dikush, si mund të konsiderohen këto vezvese si shenjë dhe treguesi i imanit? Pra, si mund të kuptohet që vezvesi kur të vjen në mendje që a është Islami fe e vërtet, kjo të tregojë që ti ke iman të pastër. Se ka një lloj paradoksi në këtë mes. Se të kesh iman të pastër, thot dikush, s'ka pse të vijë vezvese, të vijnë dyshime, por nëse jam i qartë në besim. Po ja që ka edhe kjo një kuptim, siç tha profeti sallallahu alaihi wasallam së pari. Dëgjoni edhe një fjalë të Aliut radhiyallahu anhu kur thot, dhe e kanë pyetur me këtë pyetje. Tha, e keni parë hajdutin? Ai gjithmonë synon dhe kërkon vetëm shtëpitë e fisme dhe të pasura. Pra hajduti nuk futet në shtëpi të lodhura. Në ato shtëpi që s'ke çfarë gjen, ose si i thon, kur hyn brenda thyen kokën. Edhe miu thyen kokën aty brenda. Se s'ka asnjë lloj gjëje që të vjedh ose të shkatroj. Iblisi i mallkuar, thot Aliu radhiyallahu anhu, hyn në shtëpitë, domethënë në zemrat e kujt? Të fismëve. Atyre ku shikon që ka iman,
atje kërkon që ta prisha, se po ikin nga dora, ky njeri po ikin nga dora të mallkuarit. Edhe ai kërkon me çdo kush që ta mposht atë. Dhe mos mendo se është një përpjekje e vetme, është përpjekje që nuk rreshtet asnjëherë. Natën, ditën, sa hap syt në mëngjes. Madje edhe gjatë gjumit natën të vjen, subhanallahu. Edhe gjatë gjumit nëpërmjet ëndrave, nëpërmjet mënyrave që si të të shkatrojë, subhanallahu. Mos mendoni se është një diçka që rresht, e lere se s'kemi që bëjmë këtë njeri. Wallahi deri në momentin e vdekjes do ta kesh pas. Dhe ti je i bindur për këtë çështje. Sidoqoftë, njeriu duhet të dorëzohet. Një rregull shumë i rëndësishëm lidhje me vezveset. Nëse të vin vezvese në shpirt dhe kërkon, ka nevojë që të marrësh dije, pyet dhe interesohu. Si të zgjidhet ose si është përgjigjja në këtë çështje. Pyet dhe interesohu dhe merr dijen. Por nëse janë vezvese që përsëriten edhe pas marrjes së dijes, pra përsëriten në shpirtin tënd, një rregull i rëndësishëm është ky. Mos fol me to. Pra mos i shpreh me gojë. Mos e trego askujt. Mos e bëj bisedë me dikë që më erdhi ky mendim ose më erdhi ai mendim, se në këtë moment e ka hapur portën shejtanit. Jo, thjesht hesht. Mos fol me të. E dyta, kërkoj ndihmë Allahut. Thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Vazhdimisht, derisa dal nga dal Zoti do ta heqë dhe largojë atë. Pra ky është rregull i domosdoshëm për vezveset. Gjithashtu mos e neglizho për kushtimin ndaj Zotit dhe mos u bëj si ata me iman të dobët, të cilët sorrollaten dhe humbasin në jetën e kësaj bote, duke qëndruar larg adhurimeve dhe lidhjes me Allahun subhanuhu teala. Shumë thelbësore, sidomos kur shtohen vezveset, nëse ai mallkuar të zbeh me vezvese kërkon, synon që të paksoj namazin tënd, shto namazin. Nëse të synon që të paksoj leximin e Kuranit, duke thënë që as po lexon mirë, ti me gjunah më shumë se të marrësh sevap, etj, shto leximin e Kuranit. Nëse të nxit dhe të thotë që mos jep sadaka, ose ti po jep sadakan për sy e faqe, përse e jep që dukesh tek njerëzit që të pengojnë nga sadakaja, jep sadaka për hir të Allahut subhanuhu teala. Sulmoje me të kundërtën të asaj që ai synon të godas dhe të largoj nga Allahu subhanahu wa taala. Kaq për këtë hutbë vëllezërit e mi, pjesën tjetër, strategjinë e iblisit kundër atyre që janë të devotshëm tashmë kanë arritur gradën e devotshmërisë, ndryshon nga strategjitë e tjera, me ata kërkohet përpjekje më e madhe, edhe për temat e tjera, lut Allahu subhanahu wa taala, vazhdojmë të shpjegojmë mënyrat dhe rrugët e këtij të mallkuari, që me shpresën e Allahut subhanahu wa taala të na ndihmojë Zoti në luftën kundër tij dhe që ndres në rrugën e drejtë. Lut Allahu subhanahu wa taala të na forcojë në këtë rrugë. Së fundmi çoni salavat e profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.